E kështu unë kur kum shku tani kur i kum hyp aeroplanit, kum pas se cilin aeroplan nuk kanë i Venezuelës, edhe 2 huj i kum pa tjerë, si une. Ato 2 hujt punojnë për ambasadën e Francës në Venezuela. Do më thonë, une i vetmi turist jam kanë në kretë aeroplanin, edhe mu dok vetja pak si ku jam të shku, që jam të bo këtu. Po gjigant tash në aeroplan, imagjino kontrollën teknike të aeroplanëve e bën Venezuela. Si ke pas besim edhe në aeroplan me hyp se kuptoj. Hajde mo. Kur kum rri në aeroport, ajo kanë nashta momenti më i rrezikshëm, sepse më kanë marrë në pyetje. Një 20 minuta. Policia. Kush je, prej ka je, që e du bo? Edhe jo veç shqiptar më kanë, që mund më kanë pak problem, po edhe gazetar më kanë, ose dikush që punon me media. Ti ke heq për Instagramit, gjitha dalit tua publike? Instagramin, biografinë e kum ndru atje ku shkruan që jam moderatori i emisionit, në për këtë rrjete sociale i kum bo privat, mos me mujt me hulum tu me pas se kush jam. Po, imagjino me pas shkruajt në Google emrin tënd për shemb. Atëherë, bon vaki kisha pas problem. A e kupton që ke rreziku pak? Kum rreziku pak. Okej, cilat kanë qenë tjera përgatitje tjera, për shemb, orën me vete se ke marrë gjona ashtu? Orë, sens kum marrë me vete. Problemi është edhe në Venezuela, nuk mundesh si i huj me nxerr pare prej bankës, sepse është shumë shteti i sankcionum. Domethënë jam koni detyruar me marr cash me vete. Me vete. Po është rrezik me sa pare morë dhe sa harxhove në Venezuelë, bro? Kum harxhu shumë, se është jeta lira, po në përgjithësi ma shtrajt se sa kum kujtu une, sepse nifet si shteti jo i pasën, edhe kujtova që çmime kanë më konë shumë tjerë, po... Sa kohë nejte? 2 javë kum nejte. Sa harxhove për 2 javë? Atje për atje, me hotele, me sane, bon vakinja 2.000. 2.000 për 2 javë? $2.000, se e akceptojnë edhe dolarin. Okej. Tani plus aeroplani e sane, edhe përgatitjet për më shku deri atje, jam konë të... kum pas nevojë mi marrë do vakcina, sepse ka aty smundje tropikale që nuk janë. Pra i ke marrë vakcinat për më shku në Venezuela? I kum marrë një 3-4 vakcina, veç për mujt më shku atje, më koni... Ku i morë vakcinat në Zvicër? Është ekstra, është një klinik që janë specializuar për njerëz që udhtojnë në vende tropike. Ti ke shku komplet vetëm? Komplet vetëm kum shku, veç që kum ditë që kanë më prit atje në Venezuela. Shoqënia që i gjete. Ato njerëz që e kum njoftu para 3 muaj. Okej, në përgjithësi shteti si shteti tash po nifet më çfarë shteti i sankcionuar prej problemeve të tyre politike të brendshme. Si njerëz, çfarë njerëzish janë në Venezuela si? Kanë shumë për shtypje. Unë gjithmonë jam kon krenar edhe kum besu që mikpritja e shqiptarëve është numër 1 në botë. Që i presim na mysafirët edhe të hujt sidomos, kum kujtu se si